Mund të them që ka qenë një raport i cili ka qenë modest dhe i ka kursy, muna me thonë institucionet legislatuse në Kosovë, në kuptim që nuk është që e ka tregu realitetin e vrazhd në të cilin sot qendet Republika e Kosovës. Nëse më lejon me fillu prej Ministrisë Drejtësisë, politikë bërjes, kuvendit, të institucioneve të cilat në një mënyrë kanë mandatin e hartimit politikave, miratimet politikave në Kosovë. Për shembull, nëse flasim tek qeveria, tek Ministria e Drejtësisë, janë dy dokumente të cilat janë neglizhu, do të thotë, në zbatimin ose miratimin e tyre. Para është strategjia për sundimin e ligjit. Është një strategji e cila me pozitet ishte miratuar, ishte investuar me 10 miliona euro nga bashkia ndërkombëtare, nga institucionet ndërkombëtare që e ndihmojnë Kosovën, do të thotë, në mënyrën në rrugën e saj me përmirësu sundimin e ligjit. Çka është karakteristike është në vitin 2025, po vitin e kaluar s'ka pas plan të punës për zbatimin e kësaj strategjie. Do të thotë Ministria e Drejtësisë thuaj se ka lënë jetim këtë strategji, s'ka pas punët politik dhe kur s'ka një plan të punës, atëherë do të thotë sigurisht KPK dhe agjenci tjera që zbatojnë ligjin e kanë probleme me zbatu këtë strategji. Zyra e kryeministrit ka dështu me hartu strategjinë kundër korrupsion. Në qeveri e cila ka ardhur në pushtet me promovimin, me premtimin e luftimit të korrupsionit, për ndalimit të korrupsionit, do thotë ka dështu që për 4 vite qeverisë mandat plot, po edhe tash në 2025 varësisht me muaj të tërë, do thotë nuk ka qenë në gjendje me miratu këtë strategji. Përkundrazi ka pasur, si të themi, debat, ka pasur kritika, ka pasur tension në takimet e grupit punus, po dhe ka pasur reagime tashpra nga partnerët tanë ndërkombëtar, me mënyrën se si është tentuar me hartu kjo strategji, disa parime, disa standarde të reja të cilat kishin më shumë qëllim me subordinu ose në mënyrë me nënshtru Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokuror apo agjencisë, institucione të tjera të pavarura kushtetuese. Kështu që nëse marrim këtë aspekt, mund të themi që ka pasur, ndoshta ky raport ka qenë më i mirë se sa që është në praktikë. Raporti nuk jep vëmendjen e duhur, po ashtu edhe ushtrimit të ndikimit politik që ka bë legislative, ekzekutive, raport me gjyqtarë, me prokuror, me sistemin gjyqësor, sistemin prokurorial. Unë me thonë për herë të parë, ndoshta në mënyrë sistematike, kemi pasur një qeveri, kemi pasur parti politike në pushtet që e kanë kundërshtu publikisht Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokuror të Kosovës, ka pasur komente, ka pasur deklarata politike të cilat i kanë senu jo vetëm integritetin, pavarësinë e sistemit gjyqësor dhe prokurorial, por ka pasur edhe ndaj vetë gjyqtarëve dhe prokurorëve individual. Çka do të thotë kjo që ka mundur që të cenojnë edhe sigurinë fizike individuale, do të thotë të gjyqtarëve prokurorëve të cilët kanë qenë, kemi pa dhe emrat, mbi emrat, fytyrat e tyre, do të thotë si pjesë e kampanjave politike, diçka që besoj nuk është dashur me ndodhë. Tash nëse shkojmë në rrafsht të Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial, sistemit gjyqësor, sistemit prokurorial, mund me thonë që te sistemi gjyqësor, do të thotë, e ka reflektu atë që ka ndodhur në praktikë. Se IKD e kemi thonë dhe vazhdojmë ta themi. Sistemi gjyqësor ka arrit në vitet e fundit me punu jashtëzakonisht shumë, me rrit integritetin, me rrit transparencën, me rrit llogaridhënien. Tash kur flasim për sistemin gjyqësor, është një sistem do të thotë që përfshin jo vetëm gjyqtarë, administratën, por përfshin do të thotë sistemi fusha të ndryshme në të cilat jo përshtatshmërisht ose jo në mënyrë të barabartë është duke funksionuar mirë. Tash po në raport të progresit ato rekomandimet, komentet që ka dhënë IKD mund me thonë vitet e fundit që po ka problem ende tek politika ndëshkimore, diçka që besoj që gjyqtarët, kryetarët e gjykatave në kolegjiume, po Këshilli Gjyqësor me mekanizmave duhet me reflektu dhe me i adresu besoj në mënyrë ma sistematike. Ka çështje tek gjykimet. E kemi thonë vazhdimisht, ne që e monitorojmë sistemin, është ndjenjë e keqe kur kemi raste të dhunës familje, raste të vrasjeve, që një rast më kthy 2 herë, 3 herë, 4 herë në gjykim. Veç do të me kuptu si ndihen familjarët e viktimave në këto raste. Me kalut netat do të thotë si të themi dhunë psikologjike, do të thotë përmes një procesi gjyqësor 3-4 herë. Do të thotë të pas besoj kujdes këto raste që në një mënyrë me i trajtu ma shumë mënyrë profesionale që mos me ndodh rigjykime 3-4 herë te këto raste. Tek rastet e korrupsionit besoj që sistemi gjyqësor duhet me konë besoj jo vetëm me efikas, po duhet me konë pak edhe më profesional. Ne e dim që dhe raporti progresit, po dhe raportet e tona e potencojnë që jo
rrallëherë aktakuzat nuk janë përmbajtësore, nuk janë profesionale, kanë të meta. Kemi raporte që kemi thonë që ka aktakuza të krimeve që hynë kohët e departamentit special gjykatës themelore në Prishtinë, që ma shumë janë hetime administrative se sa hetime penale. Po besoj që gjykatat gjyqtarët do të me konë ma profesional dhe kur t'i kthejnë këto aktakuza, kur t'i mbyllin këto rase, se kur konstatojnë se janë të dëpta, edhe në akt gjykime një farmyre me i rieduku prokurorët. Mjë të regu do të që kjo që ka bënë ndodhë, nëse e hartën një aktakuzë profilit lartë, e cila dështën gjykatë. Gjykata ka për obligim mjë të regu pse ka dështu, ku ka dështu me bind edhe prokurorin, me bind edhe avokatin, edhe publikun që mos mu përsërit këto. Unë besoj do të komunikim ma e mirë, po flasë bashkëpunim institucional mes prokurorëve të apelit, gjyqtarëve të apelit, që këto dy mekanizma një farmire edhe me i rieduku ose me i përmirësu gjyqtarët, prokurorët e themelore, sepse nëse që 10 vite e kemi të njëjta 3 rekomandime, që aktakuzat janë dëpta, çka do të më ndryshu, nuk më është më ndryshu gjyqtarët, nuk më është më ndryshu prokurorët, po do të më ndryshu qasja, do të me punu që një farmire me përmirësu këta. Tash kur dalim tek sistemi prokurorial, fatkeqësisht është ajo që jemi mësu ma me çdo raport progresit. Do të thotë sistemi prokurorial fatkeqësisht ka probleme serioze me integritetin. Sistemi prokurorial fatkeqësisht ka probleme serioze me korporatizmin, ato që kemi thonë ne vazhdimisht. Sistemi prokurorial duhet, besoj Këshilli prokurorial duhet me gjetë rrugën e vet. Nuk mundet me vazhdu ku një grup i prokurorëve, një grup i njerëzve brenda sistemit prokurorial po mendojnë që sistemi prokurorial është monarki dhe në farmyre pushteti trashëgohet, pushteti ju takon atyne, pushtetin do të marrë vetëm ata. E patëm një proces shumë profesional, shumë efikas, shumë transparent, shumë barabart për antarët e Këshillit prokurorial të Kosovës. Kenë partner ndërkombëtar, kenë musafer, u monitoru, dole që ishte shumë i drejtë. Rrugës, gjenë njëra, gjenë forma, gjenë fatkeqësisht edhe prokurorë të cilët dojnë më bë pjesë e grupeve të interesit, pjesë e pazareve me shkatru, me prish një proces. Por nuk përshkatruhet dhe nuk përprishet veç një proces, por përshkatruhet, përprishet sistemi. Në 2014-2015, Betimi për drejtësi, emisionet tona kanë pasur një varg të emisioneve hallakomat në Këshillin prokurorial të Kosovës. Pse do të me pas në tash prapë emisione hallakomat sistemit prokurorial të Kosovës në vitin 2025. Qysh ka mundësi Jetish Maloku i njëjti i cili ishte pjesë e proceseve në 2014-2015 me qenë 2 herë me pas 10 vjetë mandat si antar i Këshillit. Ku ka kështu? Ku shkruan? Ligje ka ndalu. Qysh ka mundësi do të thotë që njerëz brenda Këshillit prokurorial të Kosovës, të cilët kanë pas interesa dhe kanë interesa brenda sistemit, po janë kaq të fuqishëm që mi përdor edhe mediat, edhe forma tjera një farmyre me ndërtu narrativin e tyre, cila fatkeqësisht është kundërshtim me kushtetutë dhe me ligj. Dhe unë besoj që Këshilli prokurorial të Kosovës, këta antarë që betë vërtet po mundohen me rujt integritetin, me rujt sistemin, duhet me gjetë forcën dhe me gjetë mënyrat që mu kthy lishmëria në Këshill prokurorial. Patëm para disa ditëve reagimin e zyres së BE-s, pat reagim nga IKD, nga organizata tjera të shoqërisë civile. Pse duhet na me prit për shteteve të Kuintit, prej zyres të BE-s, prej partnerëve ndërkombëtar, na tregu që kur përshkarkojnë ne zyrtar të lartë në Këshillin prokurorial të Kosovës, po na tregojnë që po shkelum ligjin, po i cenojnë vlerat. Tash kur kini reagim për zyres të BE-s, do thotë që kjo mënyrë e qeverisjes nga Këshilli prokurorial të Kosovës i ka 2 elemente, një me pengur reformën, edhe 2 po e cenon të ardhmen rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian. Pse 2 milion kosovar duhet me konë peng të 3-4 antarëve të Këshillit prokurorial të Kosovës. Dhe kjo për mu s'ka pikë logjike dhe kjo do të mu ndalë sa më shpejt që është e mundshme.